në drejtim të derës kryesore dhe pas disa thirrjeve që bëri policia e shtetit përmes altoparlantit duke ju bërë thirrje protestuesve që të mos hidhin sende të ndaluara apo molotov në drejtim të punonjësve të policisë me qëllim që jeta e këtyre të fundit të ishte e garantuar dhe të mos cënoheshin gjatë ushtrimit të detyrës, është ndërhyrë fillimisht me autobot duke i shpërndarë një pjesë të protestuesve nga momenti ku ata ishin të vendosur dhe është duke u shpërndarë edhe në këto momente, pra janë dy autobot që po hedhin ujë një herazi në pjesën përpara godinës së kryeministrisë dhe në këtë mënyrë është bërë edhe shpërndarja të paktën është bërë një largim i protestuesve nga sheshi përpara qeverisë, ndërkohë që duke qenë se një protestuesit nga këto kamin që sjell operatori jonë Ervin Daja nuk po largohen nga pjesa përpara piramidës dhe janë duke qëndruar aty. Policia për momentin nuk ka përdorur ende gaz botëciellës, por është duke tentuar të shpërndajë dhe të largojë protestuesit vetëm përmes përdorimit me dy autobote të ujit. Megjithatë, do duhet të shohim hap pas hapi sepse një pjesë e protestuesve vazhdojnë të bëjnë rezistencë dhe të mos largohen nga sheshi përpara kryeministrisë, edhe pse janë zhvendosur pak në raport me ato çfarë ishin më përpara. Disa nga protestuesit qëndrojnë këtu dhe bëjnë rezistencë, por nga ana tjetër do duhet të shohim nëse do të rikthehen sërish për të rivendosur përpara godinës së qeverisë apo do të largohen me një skenar që mbetet ende i pakonfirmuar nga ana e Partisë Demokratike. Dhe në këto momente, sikur se thash, ndryshe nga protesta e dytë kombëtare që ishte ajo i 24 janarit, në këtë protestë të ditës së sotme, sikur se thash, deri në këtë moment, edhe pse protestuesit vazhdojnë të qëndrojnë këtu përpara pra në bulevardin Dëshmorët e Kombit, nuk ka përdorim të gazit lotësiellës, por ka një tentativë të protestuesve, të forcave të policisë duke hedhur Zela, nuk po arrim të dëgjojmë dhe thirrjet që po përdorin protestuesit. Nëse mund të ajtuar thirrjet dhe mesazhet që po dërgojnë në këto momente protestuesit përveç rezistencës që po e shikojmë me pamje të drejtë për drejta. Ka thirrje të ndryshme, Daliana, disa prej tyre bëjnë thirrje për largimin e zotit Rama, të tjerë që i kërkojnë punonjësve të policisë që të heqin uniformën dhe të bashkohen me ta. Ka një lloj rezistence, edhe pse jo në një gjë e jashtëzakonshme, pra janë disa grupe sporadike të cilët mbajnë sende të forta në duar, të thash, nuk ka një përdorim të molotove në masën e protestës së kaluar dhe po ashtu deri në këto momente, duke qenë se policia e shtetit ka marrë kritika shumë të ashpra sa i përket përdorimit të gazit lotësiellës, sepse në datën 24 janar në protestën e dytë kombëtare të opozitës pati një përdorim të gazit lotësiellës në sasi shumë të mëdha që ka solli reagim të shoqërisë civile, por edhe personazheve të ndryshëm për shkak se pati qytetar, por edhe punonjës policisë të cilët u ndjen keq. Po ta shikoni këto moment janë protestuesit të cilët bëjnë thirrje për largimin e zotit Rama nga kreu i qeverisë, ndërkohë që ka në mes tyre që kërkojnë po ashtu policinë që të lërë detyrën dhe t'ju bashkohet atyre si një formë proteste dhe revolte sa i përket largimit të zotit Rama. Jemi duke e monitoruar çdo lëvizje të qytetarëve për të parë se si do të jetë ecuria e kësaj proteste, sepse ne dimë deri më tani Partia Demokratike nuk e ka bërë të qartë ecurinë dhe skenarin se si do të vijojë protesta, do të ketë qytetar, sikurse është artikuluar deri në një farë mënyre nga eksponent të ndryshëm të Partisë Demokratike që mund të vendosen në sheshin përpara godinës së kryeministrisë, qytetarët të cilët do të mund të qëndrojnë aty, janë duke u tërhequr barrierat metalike, pikërisht shumë pranë hyrjes kryesore, pra hyrjes ku futen makinat e kryeministrisë dhe kryeministrit të vendit zoti Edi Rama. Disa nga protestuesit kanë arritur të tërheqin disa nga barrierat dhe ka ndoshta jo tentativa të drejtë për drejta për të hyrë në ambientet ose në rrethimin e jashtëm të godinës së kryeministrisë, por ka pa diskutim një përdorim tashmë më të madh të ujit, por ndoshta do duhet të shohim se si do të jetë ecuria e mëtejshme. Patjetër që shumë qytetarë nuk po largohen, pra po qëndrojnë këtu dhe nga fakti që nuk është përdorur ende gaz lotësiellës ju jep mundësinë atyre të qëndrojnë, sepse përgjithsisht
Në momentin që përdoret gaz lëcjellës, është shtuese e pamundur për qëndruar qytetarët këtu në sheshin përpara godinës së qeverisë. Sikurse ju e dëgjoni, janë punësit e policisë të cilët bëjnë thirrje që protestuesit të mos përdorin sende dhe të mos hedhin sende të forta ndaj punonjësve të policisë. Megjithatë, situata mbetet në kushte që ne jemi duke e vëzhguar nga afër, sikurse ju nga pamjet filmike që transmetojnë operatorët tanë. Do duhet të presim se si do të vijojë, nëse do të ketë një zhvendosje të qytetarëve dhe të protestuesve në drejtim të godinës së parlamentit, apo do të shpërndahet sonte për të rimbledhur më pas në protestën e 20 shkurti që është paralajmëruar tashmë nga Partia Demokratike. Megjithatë, policia është stacionuar, janë rreth 1300 forca të policisë, të cilat janë duke qëndruar në gatishmëri për të garantuar rendin dhe sigurinë në këtë protest. Nuk ka asnjë raportim zyrtar deri në këto momente që të ketë protestues apo punonjës të policisë së shtetit të cilët janë të lënduar gjatë hedhjes së sendeve të forta. Megjithatë, do duhet të presim një reagim zyrtar nga ana e policisë në përfundim të protestës nëse një gjë e tillë ka ndodhur. Ka grupe sporadike të protestuesve të cilët përpiqen të heqin një nga një të gjitha barrierat metalike që vendosen gjithmonë sa herë ka protesta të opozitës në sheshin përpara dhe ruajnë perimetrin në godinës së kryeministrisë. Vijojnë një pjesë e konsiderueshme e protestuesve të qëndrojnë këtu të palëvizur. Do duhet të shohim se si do të shkojnë, ndërkohë për të ndalur tek zoti Berisha, tek ato çfarë ai deklaroi. Të lutem, duhet të ndërpresim se në anën tjetër të ekranit kemi dhe pamje të drejtë për drejta nga godina e kuvendit, aty ku është formuar dhe një tjetër gardë me policë. Nuk e dim nëse do të kemi zhvendosje të protestuesve. Të falenderoj për gjitha informacionet, detajet dhe për përshkrimin e situatës në sheshin përpara kryeministrisë, aty ku po vijojmë të shikojmë disa raste, incidente të vogla të shënuara, përplasje verbale dhe disa hedhje të mjeteve piroteknike dhe molotovëve në drejtim të godinës së kryeministrisë. Më pas ka pasur dhe një reagim të forcave të rendit ku ka bërë të mundur shpërndarjen e protestuesve duke përdorur dhe autobot me ujë. Vijojnë thirrjet e forcave të rendit drejt protestuesve për të mos hedhur mjete piroteknike, molotov drejt godinës së kryeministrisë dhe për vijuar për ta mbajtur këtë tubim paqësor. Shikojmë jemi dhe me pamje të drejtë për drejta, një tjetër kordon policor është vendosur në kuvend, aty ku ndoshta një nga skenarët e mundshëm, nëse do të kemi një përsëritje të skenarëve të tubimeve të mëparshme, mund të kemi një zhvendosje të disa protestuesve dhe përpara kuvendit. Në këto momente, këto janë pamjet që ofrohen drejt për drejt nga sheshi përpara kryeministrisë, ku vijojnë të qëndrojnë protestuesit, të cilët po bëjnë rezistencën e tyre duke vijuar kështu protestën. Kujtojmë që është protesta e tretë mbarkombëtare. Kemi Osman Stafën në këto momente, i cili do të na përcjell informacionet dhe detajet më të fundit. Osman, të përshëndes, si po vijon protesta në këto momente, janë shënuar incidente?